ktheu dhe shive cili është Dibran Hoxha, për një person që e njohin këtë shqiptaria. Tha ne jemi për kukësit mos guxo me bona e marri. Unë nuk jem regjizor që i bëj gati filmat për me i bëj këtu. Kush nga këta personat më pas ka prit mu me tabëll arma ndorë, veç me prit me i hon. Dibran Hoxha i akuzuar për vrasje në lokalin e tij në vitin 2023 dhe sot para gjykatës fjalën përfundimtare. Hoxha në fjalën e tij komentoi deklaratat e dëshmitarëve që janë dëgjuar gjatë procesit gjyqësor. Po, kam më shtu i ndërru me gjykatë veç nëse ka mundësi, por jetë asoj që gjatë 3 vjetë komplet, ma lejo që mësë ndërprej se kërkush, dhe ka mundësi që të veç aty du me folë veç për balë juve. Po, hajde. Ndërru më trupi gjykus, unë Dibran Hoxha, në pika shkurta po i preke sa do pak, po filloj me dëshmitarët nga Shqipëria. Prokuroria ja fali besimin 2 personave që nga fjala parë kanë deklaruar që nuk kemi përdorur alkool fare atë natë. Dhe nga dëshmit, personat në fjalë, para se të vinë te lokali jam, kanë qenë të obiqashia. Dhe shifët qartë, ndoshta dhe keni ju se gjykatësia Violeta ja ka bëu pyetjen, çka keni konsumu tha të obiqashia. Kur personat kanë treguar që ata kanë pi 2 litre grigos, është një ndër alkoolet më të fortë. Dhe prej aty kanë shku te lokali. Ashtu si qënde, dhe kur ja boni pyetjen gjykatësia, tha tjetër kun tha keni pith, edhe ja përmendja obiqashin, i nderumi gjykatës është tonë këtu, ndoshta i kujtohet krejt se vetëm ky është tonë, ju tjerë nuk keni konë asnjë. Po, tha po, vetëm 1 litër tha e kemi pi. Dhe më thonë prap veç 1 litër ka thonë. Aty mund ta vërtetoni edhe ju vetë se ç'është. Prap e kanë kundërshtu që edhe në Kobra City nuk kanë përdorur alkool. Dhe njëri prej tyne, kur kanë ardhur këtu pas 3 muaje në gjykatë, tha unë jam konë të fol në telefon. Tha nuk kum konsumu alkool, tha unë jam konë të fol me gruan në telefon. Dhe tjetri, një kohë shumë të shkurt, tha po kemi pi krejt. Dhe kanë thonë që sherri pas ka fillu për fakturë. Dhe tash si pas atyre, po e zomë që ata e kanë thonë të vërtetën. Jo këta këtu. E ndërrume gjykatëse Violeta ja boni një pyetje. Më kujtohet, këta sipas gjykatës unë këtu e kam marrë vesh, këta ku kanë kthy prapë edhe një herë pas kanë një lokal. Këta të frikëzumit që pas kanë dashur me ik pi fakturës. Domethënë edhe pse se kanë pagu fakturën, këta që thanë jemi friksu, këta s'ko kanë friksu. Domethënë këta i pas kanë lënë të lirë për me dalë, edhe pse s'kan pagu fakturë, si pas ka vrarë kërkush, i pas kanë dhënë mundësinë me hyrë në kep. A mund të dikush me ma sfigu që ka kanë kthy për zyti? Pse janë kthy pra? Në kokën ata personat e parë që janë frigu? Dhe deklarata aty në është tonë që sharake, tha jemi kthy me marjakna. Vetë personat kanë emëru që e kanë deklaru që na gjithçka që kemi pas, jemi konë gjende, mi dhonë, tha veç me ndalon me ik. Po këta persona, ju ka leju tash, pasi kanë ra njerëz, e kanë thy lokalin, dhe prap kanë dalë jashtë, prap kërkush nuk i ka prek. Dhe pas kanë hyrë në vetur, dhe pas kanë ne, si pas aty ne kemi qëndru thanë vetur. Prap si pas kanë guc kush, prap si pas ka vra kush, e pas kanë pas mundësinë për me ik. Se kanë dëshmu që një kohë gjatë kemi nejtë për mi 10 minuta, 15 minuta në parking, dhe me thonë kërkush s'pas ka dalë as mi vra, as mi re, as kur gjohë ata jenë konë në makinë. Çuditërisht i nderumi gjykatës, të 2, ata që kanë pas me ardhë me deklaru, prej Kukësit, të 2 dëshmitarët vinë me të njëjtën vetur, bëjnë 2 orë gjysë rrugë dhe vinë deri në Prishtinë me të njëjtën vetur. Kur të 2 kanë për të njëjtën çështje kanë pas marrë me deklaru. Prokurori, se i ndru shumë prokurori që është konë në ngjarje thotë ktheu dhe shive cili është Dibran Hoxha, për një person që e njohin këtë shqiptaria. Edhe ai e ka dëshmu tash të punë, sa unë si ka thonë ktheu cili është Kobra, Dibran Hoxha. Dhe ai e drejton dorën ka unë. Dhe e pyetën a ke njohur në erë Dibran Hoxha? Po më tha, këtë person tha njohin krejt, tha këtë Londra fol tha për këta. Tha dhe këtë shqiptaria, tha këtë e din tha se ky është kriminal. I bëhet pyetja i nderumi gjykatës atij, a e ka në erë tjetër në lokal të Dibrani? A ke taku Dibranin? Dhe ai deklarohet thot jo, te lokali vjetër ku ja kanë kallë, i kom pas një 17 vjetun kur im kon një herë. Dhe çuditërisht ky person pas ka qenë në Kobra City në moshën 17 vjeçare dhe pas ka njoft. A thu pse atëherë nuk i kanë vjedhë në cek? Dhe pse atëherë nuk e kanë vrarë, nuk e kanë rreja, nuk e kanë plagos? Sa ka qenë koha që keni bisedu? Tha ka qenë bajeu, tha na i kemi thonë tha që kujdes shifshe që na kanë bërë stafi yt. Tha ne jemi për Kukësit mos guxo me bona e marri. Që unë
edhe pas kam bisedu me ta. A krejt situata përshkruhet me 59 sekonda i nderumi gjykatës. 59 sekonda komplet situata përshkruhet. Çuditërisht, dy persona që janë në makinë përpara, pikërisht ato dy persona që po thojnë Dibrani na ka qelë derën, këta po s'kan marrë pluma, po s'kan dhënë kerrin, po s'kan marrë drejtimin ka po s'kan dosht, dhe prokuroria thot Dibrani e ka parku kerrin dhe veni ku e kum parku unë kerrin. Veç deri te ymja, ku është invalidska, deri te ymja i ka minimale, po them unë 20 metra, minimale. Dhe lokali është 40 metra i gjatë. Sipas prokurorës më herët dhe prokurorët më herët, se nuk e fajsoj këto se kjo ka orë që 3 javë. Prokuroria thot Dibrani ka një dhe ka marrë armën mrena. Dhe si mujmë na mi bo bashkë ta, kush nga këta personat më pas ka prit mu me tabël armë ndur, veç me prit me ihon. Kur këta nuk e kanë ditë as kur vej, as kur zvej, as kur mrrinjas. Kërkova që të vjen edhe polici që ka qenë në dogon, kërkova një ekspert mjekësor dhe kërkova DVR-in. Nuk e kam i skenim. Nëse është koni skenim i nderumi gjykatës, unë e kam dhënë dëshmin që DVR-i ka punu. Nuk kam mohu as një gjonë që nuk ka ashtu, unë për kërkoj DVR-in i kam thonë. Dhe dëshmia me venin e ngjarjes tu kur unë që pequn i nderumi i skenim, mund të them që i ka 1 vjet e gjys. Unë nuk jam regjizor që i bëj gati filmat për mi bo këtu.